Zoti Berisha, ditën e djeshme në Kuvendin e Shqipërisë u ngritën 2 komisionet e posaçme për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Nga artikulimi publik që është bërë nga mazhoranca, ka deri tani 2 kërkesa, mund të themi, apo 2 mendime sa i takon këtyre reformave. Uljen e numrit bashkive dhe uljen e numrit të deputetëve, nga ishte 40 në 101. A jeni ju i gatshëm që të ulenin në tryez me Edi Ramën për ndryshimet e kushtetutës? Tani, ka dhe një mendim tjetër, që është i kahershëm, në qoftë se hyrë dhe në anale. Edhe, po, është 25-30 vite më parë, që vendit bëhet me 2 dhoma. Këtë dhomën e lartë, senatin dhe dhomën e parlamentit. Unë jam dakord me këte. Jam dakord me këte variant. Sepse sa do pak, po në qoftë se ndërton senatin, jo si një institucion blokues, se me blokim shteti nuk bëhet, nuk ndërtohet, por si një institucion frenues, do të themi një farë mënyrë, atëherë i bën një të mirë vendit, ku një mazhorancë, pra, senati është i dobishëm. Shumë vende e kanë, ka të tjera që nuk e kanë. Shqipëria, në rast se ngrej një senat, vendos të ketë senat, atë pa diskutim që do të paksoj numrin e deputetëve. Kjo për të. Për bashkit, jo, nuk jemi për zvogëlim në numrit. Më shumë, më pak? Jo, unë them tjenë më shumë, por, ne kemi vu një kusht që është pranuar. Kushti ynë është që në Komisionin për Reformën Zgjedhore tjetë Odiri, i pranishëm e tani boj, në Komisionin për Reformën Territoriale të jenë ekspertet e autoritetit, e Kongresit të autoriteteve rajonale dhe lokale të Europës, pranë Këshillit të Europës, kanë ekspertizën më të shkëlqyrë, më të mirë në ndërtimin e pushtetit vendor. Pra të kthehemi te pyetja e parë, jeni gati të uleni në një tryez me Edi Ramën për të prekur dhe kushtetutën? Tani, nuk ka asgjë për prekje kushtetuta aty. Reformat janë, por në qoftë se është problemi për të përcaktuar senatin e Republikës në kushtetut, po, jam gati, s'kemi as i kompleks aty ne. Sepse besojmë që është një institucion i dobishëm dhe jo duke rënduar buxhetin e takspaguesve, por duke zvogëluar numrin e deputetëve. Për sa i përket kjo thuja, reformave vendore nuk ka nevojë për kushtetutë. Jo. Ju siguroj që s'ka. Mirë. Shumë faleminderit.